Edhe në Elbasan besimtarët e krishterë kremtuan lindjen e Krishtit, një nga festat më të rëndësishme në kalendarin fetar. Siç e do tradita, besimtarët ortodoksë ndoqën meshat e paraditës në kishat pranë të tyre. Edhe në kishën Shënkolla në Elbasan ishin të shumta ata besimtar, të cilët ndoqën në ritet fetare, ndezën qiri dhe kryen lutjet e rastit. Më pas kremtimet vjojnë me drekën festive ku anvisat përpiqen të gatuajnë ushqim të larmishëm. Qytetarët shprehen me lumturi për këtë ditë. Lidhja për ne është një feje që ne e simpatizojmë, e duam edhe e presim me pa durim kur vjen dita e lindjes së Krishtit. Të gjithë si familje vim nëpër kishat. Ku mbahen meshat? Ku mbahen meshat e frekontojmë. Edhe gjatë javës, po në ditët me nishan jemi të përkushtuar që ta bëjmë këtë. Të kënaqur edhe nga Zoti pa me rrugët e koha shumë e mirë. Për ne si të moshu për shembull që edhe shitishët e do vishim se kemi në gjakat e. Kështu që ky vit na gjeti si më mirë se herët e tjera. Të gëzuar, një ditë të mbarë qofshim, mbarësi, pashme, shëndet, të gjithë të mirë të pashim, na ndihmos të ditë sotshme. Mbarësi na për familjet tona. Ta kemi ne. Si u gjen kjo Krishtlindje, sa të bashkuar në truezën familjare? Po, të bashkuar qofshim gjithmonë edhe ne, kudo shtëpi, kudo shqiptar që janë. Zot përshëndet, qoftë në vit i marë në të gjithë kudo që janë. Zoti na ruaj 33-ja, qoftë vit i marë. Hati, Ivan, Zoti jetë shëndet dhe ju trive. Çfarë simbolizon Krishtlindja? Çfarë simbolizon nana, që të rregoj historitë tona. Megjithëse jemi të gëzuar. Ndërkohë mesha në kishën Shëmpiuj 10 e vetme kishë katolike në Elbasan u mbajtë mbrëmjen e 24 dhjetorit në vigjilje të Krishtlindjes, edhe këtu drejtues të kultit fetar dhe besimtar përcollën urimet dhe mesazhet e tyre. Është Krishtlindja, është natë e madhe për ne. Kremtojmë mishërimin e Zotit. Ai vjen për që të banojë në mesin tonë, e në të njëjtën kohë na jep një shpresë të madhe. Ndriçon errësirat tona, hijet tona, edhe pse kalojmë peripeci vështirësi të ndryshme, qoftë në nivel personal, në nivel bashkësor, ose në nivel social apo ekonomik, na vjen një shpresë e madhe me këtë festë.